Mjekët japin urdhër, mos e fusni në gojë hudhrën nëse vuani nga këto 4 sëmundje. Hudhra konsiderohet si një ilaç natyral, por për disa njerëz ajo mund të jetë vërtet e dëmshme. Mjekët paralajmërojnë, mos e fusni në gojë hudhrën nëse vuani nga këto probleme shëndetësore. Një gabim i vogël mund të përkeqësojë gjendjen tuaj shëndetësore. Para se ta përdorni atë çdo ditë, dëgjoni me vëmendje këtë video deri në fund për të kuptuar rastet kur hudhra mund të kthehet vërtet e dëmshme për shëndetin tuaj. Le të jetë ushqimi ilaçi juaj dhe ilaçi juaj ushqim. Janë fjalët e famshme të babait të mjekësisë Hipokrati. Atij i pëlqente që hudhrën ta përdorte për shërimin e një sër problematika shëndetësore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Edhe shkenca moderne ka konfirmuar kohët e fundit shumë nga përfitimet shëndetësore që do të merrni nga konsumi i hudhrës. Edhe pse hudhra është një ushqyes shumë i shëndetshëm për trupin e njeriut, ajo nuk është e përshtatshme për të gjithë. Në përgjithësi, ekzistojnë 4 grupe të njerëzve që duhet të tregohen të kujdesshëm me konsumin e hudhrës. Sipas Healthline, këto janë rastet kur duhet të tregoheni vërtet të kujdesshëm me përdorimin e saj. Personat me sëmundje të mëlçisë duhet të tregohen të kujdesshëm me konsumin e hudhrës. Shumë njerëz kishin zakon të hanin hudhër për të parandaluar hepatitin. Sidoqoftë, një mënyrë e tillë është jashtëzakonisht e dëmshme për personat me hepatit. Kjo për shkak se hudhra nuk ka asnjë efekt në viruse të tilla dhe përkundrazi, disa komponentë në hudhër madje mund të stimulojnë stomakun dhe zorrët, të pengojnë sekretimin e lëngut tretës në traktin e zorrëve, duke rritur kështu simptomat e personave me hepatit, si për shembull të vjellat. Për më tepër, përbërësit e përqendruar në hudhër do të zvogëlojnë qelizat e kuqe të gjakut dhe hemoglobinën në gjak dhe mund të çojnë në anemi, e cila nuk është e favorshme për trajtimin e hepatitit. Personat që vuajnë nga diarreja nuk duhet të konsumojnë hudhër. Nëse njerëzit vuajnë nga enteritio bakterial ose diarreja, ata nuk duhet të konsumojnë hudhër. Nëse ata nuk i kushtojnë vëmendje këtij njoftimi dhe vazhdojnë të hanë hudhër, aroma pikante e hudhrës do të stimulojë zorrat dhe më pas do të çojë në hiperemi të mukozës së zorrëve. Do të përkeqësohet edema duke bërë kështu edhe sëmundjen më të rëndë. Personat me sëmundje të syrit duhet të tregohen të vëmendshëm me konsumin e hudhrës. Njerëzit të cilët do vuajnë nga glaukoma, katarakti, konjuktiviteti dhe sëmundje të tjera të syve duhet të hanë më pak hudhër në dietën e tyre të përditshme. Mjekësia kineze beson se konsumi afatgjatë i sasive të mëdha të hudhrës mund të dëmtojë mëlçinë dhe syt. Përndryshe, me kalimin e kohës ajo do të çojë në shumë simptoma serioze, të tilla si shikim i dobët, tringëllima në vesh, humbje e kujtesës e të tjera. Përveç se duhet të hahet më pak hudhër, ato gjithashtu duhet të hanë më shumë ushqime të pasur me vitaminën A, vitaminën B1 dhe riboflavin, siç janë mëlçia e kafshëve, vezët, qumshti, karrotat, domatet e të tjera. Personat me sëmundje të tjera të rënda duhet të tregohen të kujdesshëm me konsumin e hudhrës. Në përgjithësi, të hani hudhër, speca dhe ushqime të tjera pikante është e dobishme për njerëzit e shëndetshëm për të ruajtur shëndetin afatgjatë, ndërsa për personat që janë të sëmurë rënd dhe janë në kujdes mjekësor, ngrënia e hudhrës do të sillte efekte anësore të konsiderueshme në trupin e tyre. Komponentët që gjenden te hudhra jo vetëm që do të ndikojnë në efektet e ilaçeve, por gjithashtu mund të kenë reagime zinxhir me ilaçe dhe pastaj të përkeqësojnë edhe sëmundjen. Ndaj nëse vuani nga këto shqetësime, tregohuni të kujdesshëm me përdorimin e hudhrës. Edhe pse hudhra është shumë e dobishme dhe ofron në fusha të ndryshme për njeriun shumë vlera, ka edhe disa efekte anësore nga konsumi i tepërt i saj. Mund të sjellë dëmtim të mëlçisë. Konsumi i tepërt i hudhrës mund të dëmtojë shëndetin e mëlçisë duke shkaktuar toksicitet të mëlçisë. Mund të shkaktojë gjithashtu edhe erën e keqe. Në sasi të madhe mund të çojë jo vetëm në erë të keqe të gojës, por edhe erën e trupit. Arsyeja kryesore është përbërja e sqyfurit e pranishme të hudhra, e cila në sasi të vogël luan një rol të rëndësishëm në ruajtjen e shëndetit oral. Përkundrazi në teprit ka efekte të kundërta.
Ajo mund të shkaktojë nauze, të vjella, diarre dhe urdhë. Sipas uluntimeve, konsumi i hudhrës së freskët, ekstrakti i saj ose vaj të hudhrës me stomakun bosh mund të shkaktojë nauze, të vjella, diarre, urdhë, madje edhe refluks gastroezofageal nëse teproni me konsumin e saj. Mund të çojë deri në përkeqësim të gjakderdhjes nëse konsumoni më shumë se sa duhet hudhër. Hudhra është një ollues natyral i gjakut duke parandaluar formimin e mpiksjes dhe përrrjedhoi ndihmon në ruajtjen e shëndetit tonë të sistemit kardiovaskular. Ky avantazh mund të kthehet në një dizavantazh për njerëzit që tashmë marrin ilaçe antikoagulante, pasi efekti i kombinuar i ilaçeve me hudhrën mund të përkeçojë gjakderdhjen. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se është mirë të ndaloni konsumin e hudhrës të paktën 2 javë përpara operacionit të planifikuar, pasi mund të zgjasë gjakderdhjen dhe të ndryjë në nivelin e presionit të gjakut, citon Healthline. Mund të shkaktojë hipotension dhe presion të ulët të gjakut nëse konsumoni më shumë hudhër se sa duhet. Konsumi i rregullt i hudhrës është gjetur të jetë i dobishëm në mbajtjen nën kontroll të presionit të gjakut, duke reduktuar kështu riskun e hipertensionit ose presionit të lartë të gjakut. Enët e gjakut dhe sigurojnë qarkullimin e duhur të gjakut. Ky avantazh i hudhrës mund të kthehet në një dizavantazh kur konsumohet me tepritës, pasi mund të ulë presionin e gjakut në nivele të dëmshme, duke krijuar hipotension dhe presion të ulët të gjakut me simptoma shoqëruese si lodhje, marramendje, të përzierja, shikimi turbullt e të tjera. Konsumi i tepërt i hudhrës mund të shkaktojë djersitje. Në sasi të madhe mund të shkaktojë djersitje të tepërt, edhe pse nuk ka asgjë të keqe me djersitjen pasi është mekanizmi i trupit për të hequr qafe toksinat dhe ujin e tepërt, duke rregulluar kështu temperaturën e tij. Djersitja e tepërt nuk është e këndshme për askënd dhe kjo bën edhe më keq përbërësit e squfurit të pranishëm të hudhra që mund të shkaktojnë erën e keqe. Mund të sjellë irritime të lëkurës. Aplikimi lokal i hudhrës është gjetur të jetë shumë i dobishëm për lëkurën, pasi mund të ndihmojë në mbajtjen e saj të butë me shkëlqim dhe mbron nga dëmtimet oksidative të shkaktuar nga radikalet e lira, duke reduktuar shenjat e parakohshme të plakes. Megjithatë, duhet të theksohet se kontakti i zgjatur i hudhrës me lëkurë mund të shkaktojë acarim, skuqje, ekzema e të tjera, kryesisht për shkak të elementëve enzimave që ajo përmban. Teprimi me hudhrën mund të shkaktojë ndryshime të vizionit. Është zbuluar se konsumi i tepërt i hudhrës mund të çojë në një gjendje të quajtur blefarit, e cila është gjakderdhje në dhomën e përparme të syrit, pra në hapësirën midis kornes dhe irisit. Marrja e dozave të mëdha të hudhrës vepron si një antikoagulant dhe në disa raste shkakton edhe përkeqësimin e gjendjes, citon Healthline. Përdorimi i tepërt i hudhrës përtej normave të lejuara mund të çojë në dhimbje koke. Hudhra, veçanërisht kur hahet e papërpunuar, mund të shkaktojë migren. Edhe pse nuk shkakton drejt për së drejti dhimbje koke, ajo aktivizon procesin përgjegjës për tër. Edhe pse arsyeja e saktë është e paqartë, disa ekspertë besojnë se mund të jetë i përfshirë edhe në nervin trigeminal, i cili nervoz edhe mund të shkaktojë në të gjithë fytyrën, ndërsa prekja e fytyrës si dhe dhimbja mund të transmetohet edhe me dhimbje koke që stimulohet nga konsumi i tepërt i hudhrës. Prandaj në këto raste tregoni të vëmendshëm me sasinë e konsumit të hudhrës, pasi sipas Healthline mund të shkaktojë probleme vërtet të rënda. Hudhra është një antibiotik natyral, nga më të fuqishmi që na ka dhuruar natyra. Përdorimet e saj janë të panumërta, por gjithashtu edhe vlerat janë të konsiderueshme. Teprimi i konsumit të hudhrës mund të shkaktojë efekte të dëmshme të organizmit, të cilat do t'i mësoni në këtë video. Nëse konsumohet në sasi të tepërt, mund të shkaktojë probleme me stomakun. Nëse konsumohet në sasi të mëdha, hudhra do të shkaktojë të përzierja, fryrje, gazra dhe probleme të tjera me tretjen. Nëse keni një stomak të brisht, kujdesuni që hudhrën ta shoqëroni gjithmonë me ushqime të tjera dhe të mos e konsumoni me stomakun bosh në disa raste, pasi mund të nxjisë edhe përkeqësimin e inflamacioneve në shëndetin tuaj, citon Healthline. Vëmendje: ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.